ose pohojnë që kur është caktu lokacioni, ka pas një farë shkelje, edhe mane për 4 vjet i kam pas do të lashe, mirë është ta me sharu, dhe e dyta, ju kom dëgju ma shumë se njëherë të pohu që paret janë në dispozicion. A i një të sigurt që edhe 4 vjet masi ja ka huq Kosova, nuk e ka caktu një lokacion, edhe masi jemi hinë masa ndërshkuset bëjes që ato pare janë në dispozicion halo, dhe në rast që fitoni, projekti vazhdan. Dëgjo, mjetet janë në dispozicion. Projekti implementimit është vetëm peng i caktimit të lokacionit. Lokacioni ka qeni definum qartë, prona është komunale, pronën komunale ekskluzivisht ka të drejt komuna me përcaktu, kur Bedri Hamza ka ardhë kryetari komunës, pronën që ka qene përcaktume për ndërtimin e fabrikës që e largon kret ujrat e zeza prej lumejve të Mitrovicës edhe përveç tjerash gjeneron edhe të hyra ekonomi për shkak se investim 30 milion euro e gjeneron edhe punësim edhe taksa, njëtën prunë që ka qene dedikume për interes publik, ja ka dediku, ja ka dhonë shfrytëzim një dosti afarist për Mitrovicës, për veprimtari, ku e diju në do thot që merren me procesin e ndërtimeve. Kjo është e vërteta, do thot për interes personal, e ka minu interesin publik edhe ka pa mundësu. A është ndërtu diçka në atë prunë tash? Ka ndërtu diçka një biznismen ato që është i Mitrovicës. Që i bje që s'mundësh mo me marrë atë prunë? Jo, nuk jam kundër që do thot bizneseve mos mi dhonë hapsir, po let ju gjindin hapsirat e tjera, po jo ato ku është për shkak se fabrika duhet më ndërtu ato ku bashkohet Ibri dhe Sitnica. Në atë perimeter do thot duhet mu bashku për shkak se gjitha gypat që do t'instalohen në 4 lumej, duhet ta kenë një destinacion ku ato bashkohen edhe trajtohen. A duhesh me ndru lokacionin në rast që fiton me gjithë një vend të ri ku me ndërtu impiontin, të qimë parët e gashma, duhesh me marë... Kjo është mesin e prioriteteve që do t'i trajtoj. Për shkak se 30 milion euro është vlera që te kalon investimet kapitale për 4 vite. Po e di. Ato do në marë pare për jashtë. Një projekt i tilë, do thot nuk ka kur gjë ma me interes edhe ma me prioritet se sa me trajtu këtë projekt i cili e ka mundësin edhe mjetet financiare madje nuk janë as të bugjetit komunës, as të bugjetit të Republikës Kosovës, po është bugjeti IBRD-së dhe Bankës Botërore.